Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën, ulliri shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Ullinjt janë një nga ushqimet më të shëndetshme. Ato janë të pasur me yndyrra të shëndetshme, vitamina dhe minerale të domosdoshme për të gjitha funksionet e trupit dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Ja cilat janë arsyet pse duhet të konsumoni ullinj vazhdimisht në dietën tuaj. Sipas Healthy Side, personat mbi të 40 duhet i konsumojnë ato çdo ditë, sidomos gjatë sezonit. Duke ditur ndikimin e tyre pozitiv në mbrojtjen e shëndetit, ullinjt do të rregullojnë nivelin e lartë të kolesterolit, do të ulin tensionin e gjakut, janë një burim shumë i pasur i fibrave, janë të pasur me vitaminën E, janë të pasur me antioksidant të fuqishëm, ulin rrezikun e zhvillimit të caktimit të Alzheimerit, si dhe problemeve inflamatore. Parandalon gjithashtu edhe koagulimin e gjakut, mirëmban shëndetin qelizor, e rrit gjithashtu përmirësimin riprodhues. Janë të shkëlqyer kundër problemeve të anemisë dhe forcojnë edhe sistemin imunitar. Ullinjt janë të pasur me minerale të tilla si magnezi, hekuri, fosfori, jodi e të tjera. Furnizojnë trupin me vitamina dhe minerale të ndryshme. Përmbajnë acid oleik, i cili është i domosdoshëm për shëndetin tuaj të zemrës. Përmbajnë edhe fenole komplekse natyrale të cilat zvogëlojnë nivelin e stresit dhe përmirësojnë kujtesën deri në 25%. Një filxhan ulliri përmban deri në 4.4 mg hekur. Ato ndihmojnë trupin në prodhimin e kompleks, të cilët reduktojnë yndyrrat e këqija deri në 5 orë pas konsumit. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Ato do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Ullinjt të klasifikohen si fruta me bërtham në të njëjtën familje botanike si qershit dhe pjeshkët. Ullinjt e gjelbër mblidhen në fillim të stinës së vjeshtës, ndërsa ullinjt e zinj mblidhen kur janë në plotësisht të pjekur. Të dyja llojet konsiderohen të pasur me yndyrra të shëndetshme për trupin. Në këtë video do të listojmë përfitimet e rëndësishme që merrni nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeroi se vaji i ullirit parandalon humbjen e kockave. Ndaj konsumi i ullinjve rekomandohet shumë për të pasur kocka të forta. Ato ulin gjithashtu edhe nivelin e kolesterolit. Acidet yndyrore, të cilat gjenden te ullinjt, janë shumë të rëndësishme edhe në reduktimin e kolesterolit të keq. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë në reduktimin e dhimbjeve. Studimet kanë treguar se ullinjt pengojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për inflamacionet dhe dhimbjet. Ato janë të pasur me antioksidant të rëndësishëm. Ullinjt kanë antioksidant që arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterinës në enët e gjakut, janë shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe janë të pasur me baktere të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë laktobacile, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në trup. Ullinjt kanë efekte të mira kundër problemeve të rrullave. Ullinjt përmbajnë acidin oleik që përmban lëkurën më të butë dhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve do të përmirësojë pamjen e lëkurës dhe do të largojë rrullat me të paktën 20%, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të jetë një nxitës shumë i mirë i rritjes së shëndetit të lëkurës. Këto fruta me bërtham janë të pasura gjithashtu me acide yndyrore mono të pangopura që zvogëlojnë edhe problemet të diabetit të tipit 2 dhe obezitetit. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nën-produktet e tij gjithmonë në dietën tuaj. Ullinjt zvogëlojnë oreksin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura, të cilat ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse edhe për të informuar trurin se është i ngopur. Ndaj konsumit të tyre në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në rritjen e përfitimeve të shëndetit dhe mbajtjen larg të një sër komplikacionesh. Ekspertët shëndetësorë thonë se ullinjt janë të pasur me fibra që ndihmojnë në sistemin e tretjes. Vitamina E dhe yndyrrat e pangopura parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan ulliri i zi siguron 17% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave, që do të thotë se mund të rrisë ndjeshëm tretjen tuaj. Ne të gjithë duhet të sigurohemi se ushqimet që ham janë më të mirat për ne.
por gjithashtu duhet të bëjmë kujdes me vlerat ushqyese të gjërave që konsumoj. Prandaj, sipas Eating This Not That, do të rendisim arsyet kryesore pse duhet i konsumoni ullin gjatë stinës së vjeshtës dhe të dimrit për të marrë këto përfitime. Forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë enët e gjakut. Ullint janë antioksidan dhe pastrojnë trupin duke eliminuar çdo materie të dëmshme, rregullojnë nivelin e kolesterolit që do të thotë se ato e mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Për më tepër, forcojnë edhe sistemin imunitar dhe përmbajnë lëndë ushqyese që ju ndihmojnë edhe kundër problemit të alergjive. Ndihmojnë edhe në reduktimin e peshës së tepërt. Ullint janë të pasur me yndyrra të mira për të cilat ende ka nevojë trupi ynë. Këto yndyra tani trupi nuk i ruan si depozita, prandaj edhe duhet të plotësohen. Ato kontribojnë shumë në humbjen e peshës në mënyrë të shëndetshme. Ullint janë një delikatesë e jashtëzakonshme dhe mund t'i shtoni ato në ushqimet tuaja të preferuara, ose thjesht i hani ato në mes të ngrënies së vaktit. Janë jashtëzakonisht të shëndetshme dhe gjenden edhe në mbrojtjen më të mirë të organizmit. Trajtojnë dhimbjet dhe inflamacionet. Ullintë dhe vaji i ullirit janë antioksidantë të fuqishëm. Ky ushqim i shijshëm dhe i kripur do ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve, kështu që përdorini më shpesh në dietat tuaja. Mbrojnë flokët dhe lëkurën. Ullintë dhe vaji i ullirit përmbajnë komponentë që mbrojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Acidet yndyrore të pangopura dhe acidet yndyrore omega-3 gjenden në sasi të madhe në këto acide që ushqejnë, mbrojnë dhe lagështojnë lëkurën dhe flokun. Të pasur me vitaminën E janë ideale për lëkurë dhe flok të shëndetshëm. Ullintë ose vaji i ullirit mund të përdoren edhe si maska për flokët dhe për lëkurën. Ato do të nxisin gjithashtu edhe sistemin e tretjes. Ullintë janë të pasur me fibra që ndihmojnë në sistemin tretës. Vitamina E dhe yndyrat e pangopura parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan vaj ulliri i zi siguron 17% të marrjes rekomanduar ditore të fibrave, që do të thotë se do të rrisin ndjeshëm tretjen tuaj dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Ullintë mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Ullintë, sidomos ato të zinj, janë të pasur me antioksidantë jashtëzakonshëm që veprojnë si pastrues të trupit, duke shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Ato ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ju ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Ullintë përmbajnë yndyra të mira të cilat trupi ynë i ka të nevojshme. Këto yndyra nuk akumulohen në stacionet yndyrore, kështu që përdorini dhe konsumoheni në mënyrë të tillë që të ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullintë janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies, sepse ato do ju mbrojnë në mënyrë të shëndetshme. Ju lehtësojnë dhimbjet dhe ulin inflamacionin. Si ullintë, ashtu dhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidantë të fuqishëm. Ullintë gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleo kantal. Ky përbërës është karakterizuar nga shija e hidhur dhe vetitë e tij të forta anti-inflamatore. Ullintë janë të rëndësishëm gjithashtu për flokun dhe lëkurën e shëndetshme. Ullintë dhe vaji i ullirit kanë ndikime të mahniqme në trupin tonë. Ato mbajnë sasi të madhe të acideve të pangopura yndyrore omega-3. Këto acide ushqejnë dhe mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Përmbajnë vitaminën E, e cila ju mbron lëkurën tuaj gjithashtu edhe nga rrezet ultravjollc. Vaji i ullirit e ushqen lëkurën dhe flokën tuaj. Ai përmirëson gjithashtu edhe sistemin tretës. Ullintë janë një ushqim të pasur me fibra të cilat janë të nevojshme për funksionet normale të sistemit tretës, citon Brightside. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura pastrojnë zorë nga radikalet e lira. Një filxhan me vaj ulliri mund t'i ofrojë trupit tuaj të gjitha elementet ushqyes nëse nuk e konsumoni edhe ullirin. Ndaj konsumi i këtij fruti, i cili bën pjesë në familjen e qive dhe kajsive, mund t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, citon Healthyside. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.